Fshati që e vizituam këtë javë na dërgonte drejt zonës së malësisë së Gjakovës. Është ky vendbanimi i quajtur Baba i Bokës, me një peizazh të rrallë e shtrirje përgjat lumit terenik. Në ditën e vizitës sonë, rastisëm në një datë të veçantë për banorët, të cilët çdo vit më 6 maj mblidhen te Tyrbja Pulaj e Dervish Nezirit. Njësitë të policisë së Kosovës, të zjarrfiksve e autoambulanca, të gjitha ishin në rast nevoje për banorët e vizitorët e shumt. Shumë vizitorë ecnin më këmbë deri te Tyrbja. Nga të gjitha rajonet e Kosovës, ata kishin ardhur me organizime për t'u njohur nga afër me traditën e këtij fshati. Miqdashur, po takohemi edhe në një edicion të emisionit Jeta dhe siç po e shihni sot jam e rrethuar nga shumë njerëz që janë këtu në fshatin Baba i Bokës të Gjakovës. Besoj që edhe nga herë të tjera keni mujt me kuptu që data 6 maj është ajo që i bashkon jo vetëm Gjakovën, po nga gjitha viset shqiptare, madje po shoh që ka edhe nga diaspora shumë që kanë ardhur dhe po ashtu edhe nga Shqipëria. Ka mosha të ndryshme që vijnë për të shënuar këtë ditë, për të cilën historinë e saj kam dëshirë me kuptu edhe unë nga afër dhe pse detajisht ndoshta pak e dim, por sido që tjetë. Këtu jemi tek Tyrbja në këtë fshat, pra Baba i Bokës Gjakovës, edhe po i shohim teksa po hym për t'i kryer ritualet që përkojnë me këtë ditë. Kështu që ne po hym gradualisht brenda, edhe pse jo. Do të kemi rastin që sot bisedojmë me këta vendës, me këta qytetarë nga gjitha trevat e Kosovës që kanë ardhur, edhe të kuptojmë se si është kjo ditë për ta e çfarë rëndësie ka. Ndoshta mbi të gjitha, kur e shohim që ka më pak si me thonë bashkim kështu të vendeve, edhe kur është një ditë ose një festë që jo domosdoshmëri shënohet në të gjitha vendet, ka vlerën e vet që na bashkojë në një vend siç është edhe ky fshat i Gjakovës. Përndryshe në pjesën e poshtme atje ka edhe muzikë, ka edhe të vendosura disa tenda, në të cilat pastaj do të bëhet edhe ushqimi i përbashkët për krejt ta që po i shohim. S'po zgjas më shumë, ju ftoj të hym brenda dhe ta shohim se si duket kjo tyrbë në Baba i Bokës të Gjakovës. Vendës e vizitor hynin brenda tyrbës së Dervish Nezirit. Aty ishin edhe familjarët, të cilët tregonin se çdo vit kjo traditë shënohet duke shpërndar mishin e kurbanit për të gjithë pjesëmarrësit. Do kemë bëjmë qëllime është qëdë, e bëjmë hizmet për i repim për to. Cila është rëndësia? Qysh mundemi me spjegu këtë ditë? Rëndësia kjo ditë për jetë, të në gjithë jetë, ma dy për vitë. Këto, atje bëhet qëllimja, që të përhen kinë gjatë të Tyrbja, atje shkojnë bëhet e hanë adhe me mishe. Qështu është nga që të bëjmë hizmet së gjithë ditën. Po e shoh edhe në fakt dhe para 2 vjetëve, kur e kemi ndonë një sekuencë shkurt prej këtij vendi, kemi pa që ka pas shumë njerëz, edhe jo veç prej Gjakovës, po prej Shqipënie, prej ka mos e vinë. Prej jashtit pa të mërgjimtar. Prej jashtit e prej Amerike vinë e krejt, çdo qësë. Po du me ditë pak se pash edhe gjenerata që janë ma të reja, edhe zonja Razëm tregon, edhe ju një pjesë e familjes, apo? Po, edhe një pjesë e familjes. Okej, tregon pak edhe për janës tande për këtë ditë rëndësinë që ka edhe kjo pritja që ju e bëni këtu, pse duhet me qëndru këtu? Kjo ditë është e rëndësishme për se kjo është qëllimi e Bablokit si e kanë rru jetë, në 6 maj e kalon për mja bo qëllime, ne atje kurbanat për këtu, atje bojmë ato, i bojmë hedhe bukër, e shkojnë krejt e hanë, ne visi është shëngjerë se kjo është ditë e qëllimës Bablokit. Po ka qëllu me datën e 6 maj shëngjerë, dhe po? Për çdo vit e bojmë, krejt mbledhen, vinë për krejt anë e mbanë. Kosovës, vinë, bojnë të zi që shkojnë poshtë, anë bokë. Petja e epim për miru të zoti, ne për kulet mishti ata.
Faleminderit shumë. Unë s'po duj me marrë koma shumë se po shoh që ka edhe shumë njerëz të tjerë që këtu janë në pritje, edhe faleminderit prej tyre. Ne tash dalim jashtë edhe i shohim edhe pjesë të tjera të këtij organizimi që bëhet çdo vit pra me datën 6 maj, e siç na treguan të dy zonjat, rastisë të jetë data 6 maj dita e Shën Gjergjit, por që lidhet me familjarin e tyre në të cilin pra kryejnë këtë ritualin ku edhe vinë nga gjitha vendet këta njerëz që e vizitojnë edhe e shohin nga afër gjithçka që shkon në tyrbën e Dervish Nezirit. Festa e kësaj date, siç e quajnë banorët e Baba i Bokës, nis në orët e hershme të mëngjesit dhe përfundon në mbrëmje. Poshtë tyrbes, në natyrën e këtij fshati, vizitorët mund të argëtoheshin me muzikë valle, të ushqeheshin, e të rinjt të shijonin këndet e lojrave për ta. Ka i ditë e veçantë, në krahasim me ditë tjetër, sa është i ditë pranvere, çdo gjë e bukur, natyra, atmosfera, lojrat ndryshme, organizime ndryshme edhe falendoj Zotit që kjo ditë kaq e bukur, edhe duke falendruar edhe tyrbja e pureve, që është një tyrbe shumë e mirë, prej kosh, ka emër, edhe inshallah këto njerëz, e kjo kohë nuk i bjen me harru edhe koha që vjen. Zoti bekaft tanë këta, Zoti i maft tyrben e njerëz ato që shkojnë tyrbe. A jeni ju prej këtij vendi, prej fshatit Baba? Jam prej Shqipnia jam. Si zakonisht vi për herë. Edhe në një klasi shumë të jashtëzakonshme, atmosferë jashtëzakonshme. Unë jam nga Tropoja. Prej Tropojës keni ardhur? Po. Okej, janë tregon sot për këtë ditë, a keni ardhur edhe herëve tjera, a dini arsyen pse vini këtu? Po vjet për vjet dhe bëhet një vizitë e jashtëzakonshme, po thuash Kosovë, Shqipëri, pa tjetë deri edhe në qendrën e Kukësit vinë, nga Hasi, nga gjitha rrethet e Veriut, aq sa kanë mundësi dhe aftësi vinë, dhe bën një vizitë, një njeriu të bekuar nga Zoti është. Mirësmirës është, intelektual tonë të dy qeverive që janë, duhet të bëjnë atë marrëveshjet e duhura, sepse komi shqiptare ka të nevojshme me bë bashkim kombëtar. E jo një bashkim përçar. Ti ulin tensionet, të kthejnë vëmendjen nga popullata ma shumë, kanë hallë problemet jashtëzakonshme, mundësia dhe aftësia është, pavarësisht edhe Evropa po na përkrah, ka një fije si mas mundësive dhe aftësive, po tonë mundësia dhe aftësia atyne është që mos ta shpërderojnë pasurinë e popullit, po t'i vinë popullin në ndihmë. Ose ta kur, Malësia Gjakovës tërkohen, i thoshin Malësia Gjakovës. Se edhe herë më përpara të parë tonë, këtu në Kosovë kanë bon tregti zbashtje. Pavarësisht, po të thuash nga gjitha trojet, po të thuash të zonës Veriut, po të thuash nga Shkodra, Lezhë e Knera, kanë pas misi dhe bija, i thonë na dhonën, miqasi, dhe atër që pranaj këtu kanë betë, që me i lirë, kanë betë të troje. Atër si pavarësisht, si që ka vaku koha, si që kanë bo sonimet, shtetet si mas intereseve, e i danë shqiptarët në dy vende. U bo një pa drejt e drejtësisht 1912, i thonë ura Valbonës në qytetin e Baramcurit, 1912 në aty është bo kuvendi për Kosovën dhe Shqipërinë. Pavarësisht, superfuqitë më dha, i kanë da shqiptarët dhe i kanë përqa. Ose ta kur ka ardita shqiptarët bashkohen, mirëkuptohen, dy qeverit të letojnë sa ma shumë shkurjen dhe ardhen e popullit me Kosovën, me Maqedoninë, me tonë si shpo bojnë. Jo ta bojnë reklam e mos ta zbatojnë. Ato që ti thonë, të mahet fjalla dhe të zbatohet.
E miqdashur, kështu duket pra atmosfera në fshatin Baba i Bokës Gjakovës me datën 6 maj, kur edhe ne kemi rastis që t'jemi këtu. Ne realisht në çdo edicion që shkojmë, shohim më tepër aspektin e jetesës që bëhet në atë fshat, po përderisa kemi qelluar në një ritual të tillë, në një traditë që bëhet çdo vit, atëherë pse të mos a kemi edhe këtë atmosferë që po vjen direkt nga ky vend banimi i Gjakovës. Por ndryshe jeni duke pa edhe pas nesh një numër të konzervueshëm të njerëzve që kanë ardhur nga vise të ndryshme. E patëm në bisedë edhe njërin nga Tropoja, po ashtu nga një pjesë tjetër e Shqipërisë, që biseduan bashkë me ta dhe çdo vit i kemi në këtë vend banim. Qëndrimi në këtu po përfundon me kaq, po shpërngulemi me njerë tek pjesa tjetër, sepse kjo ditë është e ndarë themi në 3 pjesë kështu. Ishte pjesa e parë, Tyrbja është kjo ku zakonisht shëndrojnë, si me thonë, vend për piknik, ashtu edhe kalojnë kohën këta qytetarë që po ishin ju. Ndërkaq pjesa tjetër është ajo ku shtrohet dreka për gjithë ta persona që janë në këtë vend. Shkojmë deri tek ajo pjesë që i bie vetëm 2 kilometra nga ky vend ku ne jemi, edhe kuptojmë më tepër se si po shkon puna atje, po njëkohësisht edhe do takojmë zotërinë që flasin edhe më tepër për historinë e këtij vendbanimi të komunës së Gjakovës, edhe si ka mbet kjo traditë për çdo vit që shënohet këtu. E gjithë ndihma për këtë organizim të përveçshëm bëhet në mënyrë vullnetare. Punët vendësit i kishin të ndara. Unë e moj masi me 20 kinjajin preje, është gjëgjë. Tash prejen kanimi e kusuarimi 200 Atë u bëj këni kazan homëm. Tash bon ka 20 kazana 30. Prej Shqipënie, prej Kosovës, unë e monë, vinë hanë tu, sa të duhet më honë, me monë, kënë punë vetën. Ashtë njëzë e dërsh në zirit. O zomi di për vjetë. O zomi di, për 1300 vjetë i kohë. Zimish, mojmë halëm, buku krem pupët, uj pinë sa të duhet, që i tu, vane madha tu. Nuk mund të shkosh një në mu, sa rjesë vinë. Pra, përsesht sa jënë konë mas shumë, ti që ta mërmenjo? Valla, për 10 vetë vini, për të vjetë ma shumë. Unë jam që 35 vjetë në Zvicër, vi për çdo Shëngjergj. Shëngjergj lidhet me emnin e datë 6, mirë po kjo është destinune për Tyrbën e Pulaj. Pulaj i thonë se konë fshati Pulaj atje, po tash nuk kam jetë asë një shpi, vetëm Tyrbja. Edhe kjo mirët si qëlyme e Tyrbës. Dervish Neziri është ai i cili e ka destinue këto, edhe thuhet që e kalon me gojë për çdo datën 6 maj, se supozohet se me 6 maj është Vorros. Ai është Vorros atje ku ka qenë fshati Pulaj që tash ma herë. Edhe kështu që prej, nuk matë manë prej cilës datë saktësisht ka filluar kjo, e kalon amanet që shkatëvin nezra, 3 javë para datës 6, edhe 3, edhe dhe me datën 6 me shpërnda për popull. Në kohën e maheshme ka ardhur ma tjepër nga Reka Keqe, quhet Reka Keqe prej Gjakovës ura tabakit e deri në Junik. Ndërsa sot është ma e njoftun edhe vinë nga tuja që gjitha trevat e Kosovës. Tu fillon dreka prej orës dikun ora 10 deri në ora 6 ose ora 8 në varet sipas mundësisë që vinë edhe njerëz. Të gjithë punëtorët që janë vullnetarisht. Asnjë nuk paguhet, as atje nalt ku destinohet qingjat e ata, ku prehen bartja, transporti, përgatitja këtu, shpërndamja, gjitha janë pone. Para e mojmë mend Katundin, do më thonë, ka qenë pak ma i vorfën, sikur gjitha Katundet. Këtu kem pas shkollën 8 vjeqare, shkollën e mesme e kemi vazhdu në Gjakov, kemi heq ka 3-4 kilometra kam, lumi Ereneke për shkën fshatin edhe një lum tjetër Restusha, nuk ka pas ura atëherë, kemi qenë detyrun me hi në përhoj deri mi gjuhe ma tjepër në përhoj më shkue më shkëllue.
Po kemi qenë si ka tu një lidhën gjithë një. Po duhet dhe diçka, këtu është Hallvjan, është një ka përbërës pak ma ndryshe. Apo do mi kërku pak. Po, ta shë provoj, po, me gjithë qef, edhe me qenë se është e punu me në këta kazona ashtu pak ma tradicional, a te shojmë bashkë që shbohet si procedur, edhe shijojmë, ta shojmë qëfar shije ka. Ta shohim po përgatit. Atja? Po. Okej. Mira, shkojmë gradualisht në sot? Hajde. Fejem tani e provoj. Tu fillon përgatitja numër 1, është shkrimja e vajt, bot tradicionalisht me vaj, shkrinjet vaj, pastaj vjen milli, edhe përzihet dikun deri një orë e gjysmë bëhet përgatitja, nxemja bëhet me prush, do me thonë në mënyrë destinune, në kas për gjitha halmet janë pak ma të vrugta, ndërsa kjo e ka shijen tradicionale edhe aspekti veçantë të ngjyrës e verdhë. Përgatitet këtu, atje përgatitet shërbeti, do më thonë 3 kofa i nevojitën për një kazan halli. A dihet përapërsisht sa ka shku për shembull edhe ushqim, edhe hallve për çdo vjet sa numër i njerëzve kanon? Këtu zakonisht prehen dhe 600 dhe 1100 gjatë. Të gjithë vinë falas, edhe gjithë, do më thonë, shpërndahen për ushqim. Më falni, mundësisht mundën me kalu mbi 1000 vizitor këtu. A ka shku ndonjëherë edhe për familjet nevojtare, se di që ndohen? Të prica, për shembull, shka të pronë, ju shpërndohet familje nevojtare, fshatra për rreth. Jo, fshatra të largëta se nuk është e mujshme. Dhe me thonë fshatit babajt Bokës, Duzhne, fshatit Çizhman, Smolic, Nec, ka edhe nga feja katolikë që vinë ndihmojnë këtu në përgatitjen e mishit, përgatitjen e çorbes e ndryshe. A ishit atje nalë? Miqdashur, me qenë se jemi ka fundi këtij edicioni edhe po shkon pak më të llovi, nuk po dojmë me ndërprej edhe zotrin që janë duke punu, po edhe për mua e kanë mbush këtë plastikën për me shiu edhe hallvën, që është ndërtuar, është e bërë në mënyrë krejt tradicionale. Treguam edhe më herët që edhe ngjyrën e ka ndryshe se sa ato të zakonshme që jemi mësu, kështu që koha për me shiu, edhe besoj që hallmën, e cilën ja kam shërbyer me gjithë qef. E ju falenderoj që keni marrë pjesë këtu në këtë qëllimin e tyre besion Dervish Nezirit, Kulaj, respektivisht babajt Bokës. Këtë pjatë kom plan me avdhon juve me veti, me shi ju edhe shok dhe shoqet e juja. Edhe tha din që dikun me një fshat trek s'ke që ka një traditë e moqme, e cila nuk bëhat manë. Shumë faleminderit, shihen me të vërtet e ka të veçantë, edhe ne në shtëpi i bëjmë ndryshe, nuk është sikur kjo, kështu që po më bën përshtypje dhe ja vlen me shiu, po të falenderoj edhe një herë shumë që na keni bëu pritje sot edhe kemi bisedu bashkë. Ju faleminderit edhe juve kënaqësi për neve që keni marrë pjesë nga zmendin tonë. Kënaqësi shumë. Unë po e mbyll këtë edicion shikues të dashur, duke ju falendëruar shumë që jeni pjesë e emisionit Jeta çdo javë, edhe këtë program të keni qenë në fshatin Babaj Bokës me këtë traditë që bëjnë çdo vit. Këta vendas bashkë me edhe shumë qytetarë që vinë nga Shqipëria, nga Tropoja, pa të mrasim me pa, edhe mërgjimtarë njëtë si shështë edhe zotriu afër meje. Ju përshëndes edhe paqit shëndet, jeta.tv, paqja zyrtare në Instagram, jeta Vizion në Facebook. Për fund edhe një po e marë. Ju shpërme edhe vite tjera, keni të mirë se ardhun, ju presim me kënaqësi edhe me respekt.